Një pyetje e rëndësishme është gjithashtu si mund ta ndryshojmë të keqen. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, na ka mësuar në një thënie të tij, duke thënë në gjuhën arabe, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ai person i cili shikon diçka të keqe, ta ndryshoj atë të keqe me dorën e tij. Ka vazhduar duke thënë, fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Dhe nëse nuk mundet, atëherë ta ndryshoj atë me gojën e tij, me gjuhën e tij. Dhe vazhdon hadithi duke thënë, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dhe nëse nuk mundet, atëherë me zemrën e tij. Dhe ka thënë, wa dhalika adhafu al-iman. Dhe kjo gjë, pra, kur njeriu mundohet ta ndryshojë të keqen me zemrën e tij, kjo është pjesa më e dobët e fesë. Pra, është një mënyrë se si njeriu e tregon atë, e manifeston ndryshimin ose dëshirën që ta ndryshojë diçka të keqe me zemër në mënyrën më të dobët. Pra, dhe një herë e para vjen ndryshimi me dorë, ndryshimi me gojë dhe pastaj ndryshimi i asaj të keqes me zemër. Çka do të thotë me ndryshu njeriu me zemër? Me zemër është që njeriu mos ta pranojë atë të keqe të cilën e shikon, se në shumë vende sot e kësaj dite, në shumë shtete të ndryshme, diçka e cila është ndaluar, diçka e cila është imorale, fillon dhe bëhet pjesë e shoqënisë në të cilën njerëzit jetojnë dhe duke mos folur askush për të, gjeneratat e reja kujtojnë se kjo është diçka normale, por ne duhet ta luftojmë atë të keqe, sikur mos të kemi mundësi të thojmë diçka rreth saj, atëherë dhe me zemrat tona mos ta pranojmë atë me zemrat tona. Po gjithashtu dhe me zemrën e individit është që njeriu të lutet për atë të keqe që Zoti ta largojë sa më shpejt.